Nuk e vetëm çështja e hetimit, po duhet kemi awareness, pra duhet që institucionet të ndjekin këto platforma dhe t'ju thonë qytetarëve, ju lutem, keni kujdes në XY 1, 2, 3, 4, 5 platforma, mos investoni. Pra, pasi kishim investuar, qytetarët tha që duhet investoni më. Në teknologjinë e sotme, ky telefonin e vërtet kemi një telefon, por ne kemi një armë që në çdo moment mund ta na kthehet në bumerang. Pse? Po, sepse teknologjia ka shkuar në atë pikë. Dhe ajo që, se ndoshta po dalim nga temat e call centrave, në gjykimin tim mashtrimit ka, siç thotë zotria, ka filluar dhe do vazhdoj. Dhe gjithçka që është thjesht një tools ose një vegël me të cilët personat të cilët janë nisur në këtë rrugë mund të ta përdorin. Por në gjykimin tim, sa i përket mashtrimeve në çfarëdo lloj forme dhe në çfarëdo lloj mënyre të teknologjisë, në këtë debat paktën ne mund të ngrem si shqetësim se si institucionet shqiptare nuk rrisin awareness apo nuk rrisin paralajmërimet. Pse? Po pse pra? Pse nuk e bëjnë? Këtë dua të kuptoj unë. Unë për shembull, nëse ne do ta kthejmë, hajde bëjmë një pyetje me sa mënyra kemi të telefonin tonë, se sa mënyra ne kemi të siguruar telefonin tim. Unë besoj se zotria ka shumë të siguruar dhe ai aty, po kam përshtypjen për ju të dy. Ne jo, po. Atëherë, pra kjo ka të bëjë dikush do thoshte, po pse ta siguroj unë, çfarë po bëj unë me telefonin tim? Format e mashtrimit fillon dhe me telegramet, fillon dhe me një email, fillon dhe me një foto etj etj. Dhe ne në Shqipëri nuk kam parë të paktën asnjë edhe shqetësim është paktën në aspektin tim dhe gazetarët kanë pasuar dhe 1, 2, 3, 4. Pra, ne nuk kemi të shqetësuar, jo, mbrojtjen duhet ta bësh vetë. Pra ne nuk kemi as të shqetësuar, as si individ, por as edhe institucionet nuk ka një fushat, nuk ka një spote, ne kemi spote për shembull që shpenzojnë miliona euro për çfarëdo lloj gjëje tjetër të mundshme që i shërben propagandës së qeverisë, por nuk kemi një spot që të shërbej qytetarëve të mbrojnë telefonin e tyre. Nuk kemi një nga organet ligjzbatuese edhe pse është akshi edhe pse kemi institucione se sa i përket teknologjisë, kemi çuar edhe dy satelite a tre, nuk e di se më ka humbur llogaria e qeverisë. Sa satelita kemi çuar dhe ne nuk kemi asnjë spot të prodhuar se si të mbrohen qytetarët sa i përket teknologjisë. Dhe teknologjia aktualisht. Ne kemi gjithë akshin rreth shtëpi aktualisht. Po, dakor, po flas për sa dhe për ta kthyer dhe tema. Pra, mashtrimi me teknologjinë dhe përdorimi i toolsave rritet sa nga edhe diçka të fundit. Zoti Kadillari, para se të shkojmë në publicitet, po. Edhe për sa i përket ndërgjegjësimit dhe standardit të besueshmërisë